Përshëndetje të gjithëve që po na ndiqni në këtë nektar. Durimi është për atyre virtyteve që duam apo s'duam, me hir apo me pa hir, ne diktohemi ta kemi në kushte të veçanta specifike të jetës tonë, por dhe kushte të zakonshme. Pra, po ta shikosh me vëmendje, e gjithë rrjedha e përditshmërisë tonë, e sjelljeve tona është e kushtëzuar në një farë mënyrë nga durimi. Dhe madje dhe në ato thënjet e zakonshme që shoqërojnë në komunikimet tona, i kemi të pranishme për shembull bëj durim, bëju durimtar, ki durim, apo ai tjetri nuk ka fare durim, nuk e karakterizon fare durimi. Zoti thuhet që është me durimtarët, por ne, a jemi ata? Pikërisht këtë do të diskutojmë sot me të ftuarit këtu në studion e Nektar. Granit Shatri, klinik, psikolog klinik, e ftoi në studio si një prej bashkëbiseduesve. Përshëndetje Granit. Si dhe hoxhën e nderuar të Obiliqit, Behar Nikiqi. Hoxhë i nderuar Behari, që është imam në një prej xhamive të Obiliqit. Mirë se u kam në studio. Nuk e di, pra nëse ishin të plota, ishte i plota e prezantim që i bëra emisionit dhe tematikës. Ne, Behar, po e fillojmë me ty, me që jemi në muajin e Ramazanit në një farë mënyrë dhe të gjithë karakteristikat e këtij muaji në shumë drejtime ngërthehen brenda virtytit të durimit. Nuk e di. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderoj shumë për ftesën, përshëndes ty dhe të gjithë ata teleshikuesi që na shikojnë nëpërmjet ekranit tuaj. I madhi Zot Xhella Xhelaluhu ka thënë në Kur'an inna Allaha ma'as sabirin. Allahu Xhella Xhelaluhu është me durimtarët, me sabërlit, me ata të cilët bëjnë sabër durim. Dhe Zoti Dhul Xhelal ka dallu sabrin prej tjera obligime. Nuk ka thënë Zoti unë jam me atë që falet ose agjeron ose bën sadaka jep ose, po ka thënë unë jem me ata që bën sabër, me ata që bën durim. Dhe durimi, sabri është një shkallë shumë të lartë, për shkak se Zoti e ka ngrit, sikurse njerëzit e kanë durim, ashtu qysh ka thënë Zoti Xhella Shanuhu, nuk vije deri te ndonjë ngatresë, ndonjë vrasje, ndonjë plagese, ndonjë rre, as me shku në burg, as me pas telashe, me familjen, me gruan, me evlat, me shokun në punë, në rrugë me veturen, nuk do të kesh asnjëherë telashe sikur se të kish këtë ajet Kur'anit në zemrën tënde, në mendjen tënde. Inna Allaha ma'as sabirin. Dhe unë ju them të gjithë atyre që na ndjeqin nëpërmjet tyre ekraneve, merrni këtë ajet Kur'anit, vendosni në kokën e juve. Çka ne kupton me këtë? Kur dish prej shtëpisë tënde me durim, me sabër, mos dil me vrull. Po kur vjen në shtëpi me sabër, mos hin me vrull. Dhe kur njëherë nuk kemi pas të lashe në jetën tënde, për shkak se jeta është spro, dhe jeta ka sfida, dhe në sfida duhesh me pas sabër. Të pyesim se sa problematika i sjell jetës njerëzore vetë njeriut mungesa e durimit, parë në planin psikologjik. Psikologjia është një shkencë relativisht e re, e cila qëndron në mes të shkencave eksakte dhe shkencave humane dhe gjithmonë aty tenton me jap sqarime të veta. Janë shumë konstrukte psikologjike cilat e përbojnë natyrshmërinë e njerit, e përbojnë personalitetin, përfshi prej racias, prej emocionit, ndërgjegjes, instinkteve, plot tjera konstrukte. Durimi si konstrukt psikologjik nuk është mirëfilli konstrukt, po është produkt i marrëdhënieve, i dinamikave mes gjitha këtyre lëvizshmërisë, marrëdhënies mes gjitha këtyre konstrukte psikologjike dhe del në pa si virtyt i qenies njerëzore. Unë konsideroj se mbi këtë konstatim mund nxjerrim dy lloje të durimit. Është durimi i cili vjen si rezistencë aktive e vetëdijshme karshi stimujve të brendshëm të cilit e kemi, karshi nevojave tona të brendshme fiziologjike dhe karshi nevojave tona primare, të cilat gjithmonë na shtyn drejt përmbushjes të vet, dhe ne përmes marrëdhënieve dhe dinamikave që ndodhen në personalitetin tonë, ne nxjerrim durimin si produkt
i qëndresës, karshia aty në instikte të cilat mund të na sjellin dëm neve ose shoqërisë. Por ky nuk është durim i vetëdijshëm apo jo? Jo, ky është durim plotësisht i vetëdijshëm. Ky është i vetëdijshëm. Është plotësisht i vetëdijshëm, i cili vjen si një lloj rezistencë ndaj stimujve të brendshëm, dhe është durimi i cili vjen si rezistencë ndaj stimujve të jashtëm, ndaj ngjarjeve që na ndodhin, ndaj tragjedive të tjera, që në një farë mënyrë atëherë jemi në një formë ose tjetër jemi të detyruar të durojmë, se përndryshe qenia jonë rrezikohet të shembet dal ngadalë dhe krejt konstruktet personalitetit. Jemi detyruar të durojmë dhe kemi zgjedhur të durojmë në një farë mënyrë. Këtë diferencën dua ta sqaroj. Kemi zgjedhur të durojmë, se këtu kur të pyeta për vetëdijen, unë këtu duhet të pra kur ti durimin e ke me vetëdije, e ke me një burim të caktuar, e kemi një referencë etike të caktuar. Po tani, durimin si produkt i marrëdhënieve të këtë këtyre konstrukteve e definon arsyeja e durëshmërisë. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme edhe ekskluzivisht substanca, përmbajtja e durimit përcaktohet prej arsyeshmërisë tina. Dhe kjo arsyeshmëri vjen si rezultat i qëllimit për cilët na durojnë. Dhe nëse qëllimi jonë i durimit është bazik, rrjedh nga nevojat tona bazike të jetës tonë të përditshme. Shembull, të konkretizojmë të, mos bëjmë definime abstrakte, të konkretizojmë të. Ne jemi të uritur edhe hasim në ushqimin e dikujt tjetër, ne kemi nevojë me marr atë ushqim. Mirë, po fakti pse dikur të na godet, edhe do të na ndëshkojë për këtë, ne nuk e marrim atë ushqim, dhe kjo është një farë lloj durimi bazik, durimi domosdoshëm. Po kur durimi jonë rrjedh si rezultat i mendimeve, i botkuptimeve, i qëndrimeve tona të larta, të cilat kanë të bëjë me kuptimin e jetës, me kuptimin e krejt botkuptimin që rrjedh drejt neve, dhe këtu hyn në përdorim ndërgjegjja. Këtu hyn në përdorim ndërgjegjja, jo vetëm pse jemi të vetëdijshëm që mund të na ndodh pasoja, por jemi edhe të prekur nga ndërgjegjja. Atëherë kur jemi edhe të prekur nga ndërgjegjja, e kemi një lloj durimit matnol, që është një lloj durimit sublime dhe që rrjedh si rezultat. Vjen si rezultat i marrëdhënieve të mira, i një personaliteti të formuar, i cili tashmë veç e ka kuptuar se durimi përveç se është shpëtim për veten, është shpëtim edhe për njerëzimin, edhe është mënyrë ideale e organizimit të jetës, jo vetëm personale, por edhe shoqërore. Durimi, o nderuar, ngjan nganjëherë një fjalë shumë e varfër, shumë e dobët përballë, po themi, madhështisë kuptimore që ka. Si është në referencë fetare kjo fjalë? Si paraqitet? Unë, nëse më lejohet, desha më lidh me psikologun, për shkak se durimi, sipas psikologjisë, kjo ajo çka e tha kë. Mirë po, durimi sipas fesë tonë islame dhe sipas Kur'anit dhe hadithet pejgamberit alayhis salam, kem dy lloj durime. Ndërlidhna me fjalën e psikologut, durimi i parë është durimi që bën për hatër të Zotit. Dhe në këtë pikë, edhe nëse ty të bjen keq kur duron, bën sabër dhe jep tjetrit përparësi, ani pse e din që ajo është gabim dhe ti e në të vërtetën, po e lën për hatër të Zotit Dhul Gjelal, paguhesh dy herë. Pe Zotit Dhul Gjelal. Allah e të pagun për shkak se i dha përparësi atij, dhe e dyta që ke bën sabër. Sabri i dytë, durimi i dytë është kur nuk ki tjetër zgjedhje, s'ki qare, përndryshe nuk ishe bë durim. Në këta nuk ki shpërblim. Unë këte nuk ish problem. Tu dha mundësia, e praktikon, e jep. Masi s'po dhatë mundësia, atër thu po duroj. Kjo edhe mënyrë etike, edhe mënyrë edukative, nuk ka rezultat. Rase ti e len njëherë për Zotin, atër je mësu ti me lan për Zotin. Rase e len që nuk i mundësi, në momentin që të vjen shansi, dy ti ki me ba. Nuk bën sabër, e kryn. Dhe kjo nuk është edukative, nuk është shumë arsimore në trupin tënë dhe nuk e mësën vetë tënë e ti me duru. Njeriu për me duru duhet me qenë shumë i shkollum. Shumë i shkollum. Për këtë arsye, i madhi Zot Dhul Gjelal ka thënë, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allahu i ngrit ata njerëz të cilët mësojnë, lexojnë din. Dhe njeriu kur din, kur lexon, kur është i shkollum, e din që duhet me bë sabër. E din që duhet me pas lidhje farefisnore, e din që me të afërmit e tij duhet me pas sabër, me rrethin ku jeton, dhe me çdo njeri që takohet duhet me pas sabër, duhet me pas durim. Spari duhet me mësu, edhe Zoti ka thënë në Kur'an, "Fa'lam annahu la ilaha illallah", dije ka thënë, mas pari dije, dituri, dije që Zoti është një. "Fa'lam annahu la ilaha illallah", dije që Zoti është një dhe s'ka Zot tjetër përveç tij. Në start është dituria, në start. Dhe pas diturisë vjen sabri,
vinë gjitha ato edukata, mirëqenia, lidhjet farefisnore, feja, gjitha këtu sene vinë masi që të din. Neve na duhet një njeri cili është i mirë dhe është për të tjerët i mirë, për veten e vetë dhe për të tjerët. Neve nuk na duhet si shoqëri shqiptare një njeri që është i mirë vetëm për veten e vetë. Sa nuk i duhet kësaj shoqërie. Neve na vjen një njeri i cili është i përmirësuar për veten e vetë dhe i përmirëson të tjerët. Bën sabër për veti dhe i mëson të tjerët me bë sabër. Është i dishëm për veti dhe i mëson të tjerët me bë të dishëm, me mësu, me lexu. Dhe këta neve na nevojiten. Këta njerëz janë sikur se shiu për tokën. E ngjall tokën shiu. Dhe njeriu i dishëm për marr. Ka dishëm që janë edhe për sherr. Po folën për njerëz, për popull, për qytetar, një dituri të mirëfillt, e cila duhet me pas edhe unë hajr për asaj diturie. Këtë që përmende këtë kategorinë, ka të ditur por për kështu mos vjen dhe kjo nga raporti jo i drejt me durimin? Ka të dishëm, për shembull, ti mundesh me gjetë një njeri që është i dishëm dhe shumë i shkolluar për me vjedh. Është i dishëm po është për prap. Edhe kjo ka të bëjë me durimin ose me mos durimin në një mënyrë. Kjo ka të bëjë për mos durimin, se si ti vjen shansa ai vjedh me ne. Mirë. Po. Ajo që e përmendi Hoxha shprehimisht për hatrin e Zotit, me duru është si shprehja është e thjeshtë dhe kuptohet thjesht. Mirë po, kur shikohet në prizmën e psikologjisë është jashtëzakonisht e bërthamore, është jashtëzakonisht e konstruktume. Me që për me duru për hatrin e Zotit duhet me ndodhë një revolucion brenda personalitetit tënë. Duhet me ndodhë ndryshime në sferën tonë të bindjeve, të qëndrimeve, në sferën tonë të ndërgjegjes, në sferën tënde të marrëdhënieve me të tjerët. Duhet me ndodhë një ndryshim i përgjithshëm. Ky ndryshim i përgjithshëm vjen si rezultat i ndryshimit të bindjeve tua. Kur ti krijon vetes një botë kuptimi i cili është më i lartë se gjërat e kësaj bote, është i tejbotshëm dhe nuk është i përbotshëm, atëherë së bashku me botë kuptimin tënd, ngritën gjitha kapacitetet tua shpirtërore dhe në këtë kuptim edhe durimi si marrëdhënie e këtyre kapaciteteve vjen sublim, vjen i tejbotshëm. Dhe ti kur duron për diçka që është më e madhe se ti, më e madhe se ai që po e duron dhe më e madhe se marrëdhënia mes teje dhe ti. Durimi për hatrin e Zotit është një tregues i një personaliteti jashtëzakonisht të formuar. I një personaliteti i cili përveç se duron, tregon se ka të ngritur botkuptimet, e ka të ngritur ndërgjegjen, i ka të ngritur atë gjitha formacionet e tjera brenda personalitetit dhe dinamika në mes tyre është e konstruktuar dhe rrjedh bukur, rrjedh ashtu që i takon një qenjes njerëzore në nënfrymin e Zotit. Mirë, le të kemi një pauzë të shkurtër në këtë bisedë mjaft të këndshme, publicitet. Jemi në pjesën e dytë të emisionit të titulluar Zoti është me durimtarët. A jemi ne nga ata? Ju keni kontakte për shkak të profesionit tuaj me shumë njerëz. Sa e keni të pranishme atë këshillën me ta për të pasur durim? Sa e pranishme është kjo frazë, kjo këshillë? Në recetat që jepni, recetat gojore, më të tepër sigurisht. Po. Fillimisht personat që të drejtohen për të marrë psikoterapi që është formë e veçantë e zhvilluar mbi bazat e shkencës e evidentume për të ndryshuar veten. Ata persona që drejtohen të na janë persona të cilët me veti e bin një problem. E cilët me veti e bin një çështje e cila po i mundon ata ose përveç se po i mundon ka filluar dhe me ndryshu ata. Përveç se ne ka filluar me ndryshu, ndoshta edhe ka ndryshu deri në pikën se ata më nuk ndihen të aftë për të jetu vetë me forcat e veta për ta komandu jetën e vetë. Edhe kur të vinë të na, kryesisht vinë të nevojshëm për dikën, me nevojë me mbështet me dikën. Dhe këtu nuk vjen këshilla për durim si këshillë që servohet drejt për drejt. Mirë po, psikologu, veçanërisht psikoterapisti punon për ngritjen e gjitha kapaciteteve, për ngritjen e vetbesimit tina fillimisht, vetvlerësimit, koncepteve për veten, koncepteve për botën. Dhe brenda këtyre është dhe durimi pastaj. Ne e shtym atë që ta rishikoj veten në të gjitha dimensionet dhe kur ai rikonstruktohet, atëherë durimi vjen si një dhuratë. Vjen si një dhuratë e mirë, e vetvetishëm, i cili ka me ndihmu në jetë që me i menaxhu nevojat e veta bazike në atë mënyrë që e ardhmja ati të jetë e konstruktuar, sepse shpesh nevojat bazike kanë synim që të realizohen aty për aty. Ato janë të pavetdijshme, ato duhet me realizu me njëherë, duhet me arrit qëllimin me njëherë.
Kur ti shen diçka të këndshme do më shku më herë drejt saj. Për pasojat që mund të sjellin rrethonat e tjera, janë jashtëzakonisht më të mëdha se kënaqësia momentale. Dhe në këtë kuptim ai mësohet. Dhe personi që e ngrit veten gjitha kapacitetet mësohet se durimi është qelës për të prit suksesin i cili vjen më tutje edhe është i pranueshëm për veten, për botën edhe për Zotin. Pra, me që jeni doktor dhe ndërtojmë një organizëm njerëzor duke u bazuar në disa virtyte. Çfarë është durimi, me fjalë? Është, po themi, është zemër, është mushkëri, është ky organ, apo si mund sa jon për momentin një rëndësi të durimit duke ju qasur organizmit njerëzor, ku themi zemra është ndër organet më Unë mendoj se nëse i qasim kështu, durimi kish me qenë një pjesë vitale e trurit. Nëse durimi është jashtëzakonisht i vetëdijshëm. Njeriu për të duru shpesh herë fut veten në ngushtime edhe i duhet me u vetë përmbajt edhe kështu që është i vetëdijshëm. Zemra është një organizëm autonom i cili punon pa vetdijen tonë, kështu që unë e kisha kategorizuar një pjesë vitale të trunit dhe jashtëzakonisht të rëndësishme. Unë mendoj që këtu nëse thuti sabri ku e ka venin në trupin e njeriut, unë në bas përvojës, bas shkencës e kemi psikologun, bas përvojës edhe në bas fes, unë kësha mendu që vendin sabri ka në 2 pika. Në zemrën tane, për shak se ta zbut zemrën tane, mas pari. E dyta mendjen tane. Zbutet mendja dhe këfillet njeriu. Ndërsa pejgamberi jona, lehi selam, thës, nëse je i shqetësum, nëse sun me ba sabër, nëse je ullën në qunë kam, nëse je në kam leviz, nëse prapës të kalën shka merr abdes, rase prapës të kalën falë namaz e atër të kalën. Dhe ka në njeri të pejgamberi ka thonë, ja Rasul Allah, o i dërgumi Zotit, këshilla mu diqka, thët la të qdab, musu mërzit, musu të rishta, musu nërvaza, se si të nërvazosh, hupet sabri. Dhe këtu është me ndërlidh dy sene, sabri dhe ajo që e bën mus me hup sabri, Thënë të njerë një plak, ishte nervozu. Dhe unë e po i thëmë, o aqë, bë sabër, bë durim. Tha sabër. Tha që qka kjo sabër? Tha u thuj sabri, nuk ka më sabër. Dhe më thonë, ja ka qelë derën kujna nervozës dhe sikletit. Dhe gjithër njeriu duhet me i dhanë për parësi sabrit, me ullë pak me mendu. Dhe na kemi të lashet e vrasja, të plagesa. Dhe të unë i shqecum, dalë ko me vra, ko me ba, ko me nëzirë hakun. Dhe nalu pak, thuj pak bismillah, qëtëso pak, mendo pak. Dhe si të shtish njeriu me mendu, dhe zemra i zbutet, Zotil që në mshirë, fjallët e tuja, rase dalin nga zemra, burojnë nga zemra, shkojnë direkt në zemër. Dhe rase dalin nga mendja jo të shëndosh, kanë me ardhë direkt e mendja jem dhe kanë me ma shëndosh edhe mendjen tem. Se në realitet, unë në këtë gjendje, unë një mendjen e kom të prisht. Zemrën nuk mu e kontrolloj. Vetja ka dalë prej situatës. 100 njerëz le të folin nuk e ndëgjoj. Për këtë arsye, çdo njeri e ka nga një qelës të vetin. Dhe gjeja ati qelësin. Rase une nuk kemi përshtatshëm për një hoxh me më këshillu që ku është psikologu. Rase nuk ka psikolog e gjajmë doktorin. Rase lypen njeriun mja gjetë qelësin dhe damarin e tina të cilin vjen deri të bashkëpunimi me te. Dhe në momentin të kur ki bashkëpunim me ta, dhe të rezultati. Madje unë konsideroj që klerikët fetar, veçanërisht hoxhallarët, janë vija e parë e frontit të cilit i trajtojnë problematikat për cilit i mundojnë për vetë se grupet shoqërore i mundojnë edhe vetë individët. Hoxhallarët janë ata të cilët me veti e bartin një bagazh i cili rrjedh për mësimeve fetare, veçanërisht për mësimeve kuranore, të cilat thrasin në riorganizim të vetës, thrasin në krijim të botkuptimit të vetës dhe jo qëndërsim të vetës, por për të jetuar përkohësisht, dhe këtë jetuar përkohësisht është esenca e krijimit të durimit. Me që do të kuptosh se çdo gjë përfundon. Edhe në këtë kuptim, për ata që ngritet ti patjetër që personat veçanërisht përdesa nuk kanë arritë patologjitë të ndryshme, të çrregullimit të ndryshme, munden me marr të hoxhallarët atë dorën e parë të kurajës, dorën e parë të ndihmës, të përkrahjes për rivitalizimin e jetës tyre edhe për riaftësim me funksionu në jetë si njerëz të dobishëm për veten, për familjen, për Zotin edhe atë. Po pra, ne imi këtu po... Mu po pëlqen shumë psikologu, i cili neve si hoxhallar nuk po na qet dore 2 dhe 3, për shkak se ka shumë prej njerëzve që hoxhen e mendojnë që është vetëm xhami, ose nëse ka ndaj syneti, ose nëse ka ndaj mevlud, hoxha vetëm që kaq nuk ka. Hoxha shumë më i madh. Hoxha shumë i këshillon të tjerë, shumë i shkollon dhe shumë i shkath me njerëzit, dhe po vjen intereson shumë dhe po vjen mirë, e përgëzoj shumë psikologun që hoxhen e ka kuptuar drejt.
Hoxhën e ka kuptuar drejt. Hoxha është një mësues shpirtëror. Përderisa njerëzit besojnë në shpirt dhe kanë shpirt, Hoxha ka vendin primor. Pa marrë parasysh rrethonave tjera që munden me cenu shpesh autoritetin e Hoxhës, rrethonat gjeopolitike, këto janë të rëndësishme. Në rëndësi njerëzit besojnë, kanë shpirt, përderisa Hoxha qëndron drejt në rrugën e kalitjes shpirtërore, ai gjithmonë ka pas përkrahjen e njerëzve dhe njerëzit gjithmonë kanë me tregu nevojë për to. Mirë, se duket sikur kemi objekt figurën e Hoxhës, po kalon vetvetishëm dhe natyrshëm biseda. Jo, është një figurë që kontribon drejt për drejt Patjetër sepse formimin në durim. Jemi këtu dhe me vërtet këshillat e Hoxhës janë jashtëzakonisht vlefshme. Durimi nga një ka të bëjë me akte të caktuar apo ka të bëjë me të kuptuarit e kohës, pra durimi është i shtrirë në kohë në një farë mënyre. Sillet si argument, për shembull, i durimit, fakti që një proces siç është lindja e fëmijës është i shtrirë në kohë në 9 muaj. Do kush mund ta dëshironte fëmin që në muajin e parë, që në javën e parë, që ditën e parë, mirë po është i detyruar të presë 9 muaj. Ndërkohë që ne edhe kur shikojmë akrepat e orës në një farë mënyre, ne do dëshironim faktikisht që ato testin shumë shpejt, ose të shkonim të kapnim akrepin dhe të çonim atij ku ne dëshirojmë tjetë, mirë po jemi të detyruar të respektojmë atë që gati është i padukshëm se si lëviz. Pra, mund të specifikoni nga njerë, durimi është në i shtrirë në kohë dhe njeriu e ka nevojshëm ta kuptojnë që çdo gjë është e kushtëzuar nga koha? Njeriu mendoj që nuk mund me jetu pa durim. Nuk ka jetesë familjare, shoqërore, shtetërore pa pas durim. Nuk mund me jetu. Dhe durimi fitohet, durimi mësohet, durimi praktikohet në praktik. Dhe njeriu, duke u këshillu me njerëzit e mençur, shtohet durimi dhe mendon se siç duhet me qenë një njeri i kompletun, një njeri i dobishëm për të tjerët. Dhe automatikisht njeriu kur e ndin që filani ose filan personi po bën durim, e shajti ose e fyti ose i bani këto dhe bani durim, atëherë ky nalet dhe mendon, sikurse unë mos kisha bë durim, kisha marrë deri te një ngatresë, deri te një problematik mes nesh. Atëherë po i marr lakmi këtij personit i cili bani durim, se kalon koha, jeta, ecin ditë, javët, mujet, vitet, ecin. Dhe na jemi në këtë muaj të madh të Ramazanit, i cili shumë na edukon neve me bë sabër. Dhe ky muaj i Ramazanit është ai i cili është më së pari është me bë sabër, me agjeru. Shoku jetë në punë atje han, ti agjeron. Është durim. Dikush të shanë ty, ka thënë pejgamberi alayhi salam, thuj ana saim, unë jam agjerueshëm. Tregohet që një njeri i kishte pa lodha agjerimi para iftarit dhe vjen miza e rrok e godet në fytyrë, thotë unë jam agjerueshëm dhe pritën m'ja bë me dorë. Kjo nuk është sabër, është lodh. Sabër, durim, Ramazani ty të mëson se siç me duru. Po, me që jemi në Ramazan, nuk e di se çfarë do shtonit nga ana juaj, por mund ta prekim pak edhe këtë muaj që në një farë mënyre nga këndvështrimi juaj si mjek psikolog, çfarë dobish mund të sjell individi? Muaji i Ramazanit është një muaj i sfidës, fillimisht sfidës me veten, sfidës me durimin bazë, sfidës me kapacitetet tua për të menaxhuar nevojat tua bazë. Dhe nevojat tua bazë janë vetja jote biologjike. Dhe kur ti arrin me të i kalu veten tonë biologjike, ti kalon në dimension tjetër. Kalon në dimension te biologjik dhe atëherë je ndryshe pikërisht qenieve të cilat bashkëjetojnë me neve në planetin botë. Edhe pikërisht atëherë je njeri, mendoj unë. Atëherë je njeri dhe po ec drejt diçkaje që është më e lartë se na. Atëherë je në komunikim të drejt për drejt me Zotin, me ata i cili nuk ka nevoja bazike, me ata i cili nuk i nënshtrohet nevojave bazike. Dhe në këtë kuptim, Ramazani është i domosdoshëm, mendoj unë, për besimtarët të cilët janë të bindur në Zotin një edhe në Islamin si mesazh, që ta agjerojnë ata, për t'i rikujtu vetës kapacitetet e mëdha njerëzore që i kanë, për t'i rikujtu vetës se ata janë të zotët ta menaxhojnë veten edhe atëherë kur është më zë vështirë, edhe atëherë në pikat më të dobta të vetët, në pikat e veta të nevojave bazike. Kështu që në këtë prizëm unë mendoj që Ramazani është forma më ideale e rikuptimit të vetës dhe ringritjes së vetës drejt asaj që quhet njeri edhe drejt asaj që quhet njeri përtej njeriut, njeri që jeton
në dashurinë e Zotit. Mirë, opaj, na le pak me këto impresione si në këtë analizë kaq të bukur, edhe të kemi një hapësirë publicitare dhe më pas në pjesën e tretë të këtij emisioni. Rikthehemi në pjesën e tretë të emisionit. Zoti është me durimtarët, a jemi ne ata. Durim për mos bërë apo për të bërë, diçka. Jënë dy sene, këtu nga njerë është ndalueshme me bë sabër, me bë durim. Fetarisht, kemi disa sene që është ndalueshme me bë durim. Kjo është interesant. Zoti ka thënë unë jam me durimtarët. Po në këtë pjesë është ndaluar, ose thëmë haram, me bë sabër, cilat janë ato pika, rase të ka vdek dikush i familjes, është haram me bë sabër derisa të bëhet nesra që me njerë vërëse. Rase me një vlla tanin nuk fol, me një aq tanin, një fqi tanin, një idhnushëm, atëherë është ndalueshme me bë sabër, me prit një javë, një muaj, po me një herë shka bë sabër. Dhe treta, rase ti se njeri ende je musliman dhe ende s'ke shku me hap deri në xhamis me him më fal, mos bë sabër derisa të plakesh për shka me një herë. Dhe sabër në disa pika është ndalueshme me bë, në pika të mira, me shku me përqafu nanën, pse po bë sabër? Pse po rrin? Ec me një herë. Zoti është me durimtarët në ato pika të cilat, për shembull, nëse ty dikush të fyn, nëse dikush ty të ka hin hak, ka bë zullum, atëherë ti po bën sabër, Zoti është me ty. Dhe ka thënë Allahu në Kur'an, "Amma yujibul mutarra idha da'a wa yakshif as-su." Allahu dhul jalal, ati që i bë zullum mes tina dhe mes Zotit tina nuk ka asnjë perde. Zoti përgjigjet atina që po bën sabër, nuk po hak mirët. Thot, ja Rabbi, unë e krejt këtë zullum, unë e të ti po e dorëzoj. Ti e din që është e nxirë hakun tem, e nxirë të drejten tem prej ati personit, dhe Zoti është me durimtarët. Allah është me këtë pjesë durimtarëve. Dhe ne, se shqiptar, është traditë e jona që jem durimtar. Bëjmë sabër. Kemi hjek me dekada, me vite, prej shka dhe prej tje, po kemi bë sabër durim. Dhe ka arë një piku, Zoti nuk ka qenë me neve. Është dash mos me bë sabër më me ta dhe me nis një revolucion dhe me kanë të lirë. Ti shiko veten sikur se një njeri e këshillon këtë dikon, thonte mos u shqetëso, mos u nervozo, se ti je nervoz. Dhe që nuk jam nervoz. Edhe ai rrit ke zonin prap. Atë nuk mund e kontrollon kanë njerë veten tonë, për këtë arsye ka thënë pejgamberi alayhis salam, el mu'minuna nasaha. Muslimanët janë këshilltar, e këshillojnë njëri tjetrin. Wal munafiquna ghashasha. Munafikat, ata që janë lojal, ata njëri tjetrit ja bëjnë rrafsh përpara dhe mrapa e kanë gropin ku e gjujnë atë. Për këtë arsye duhet me zgjedh një shok, një vlla, një dost, i cili të këshillon dhe problemet e tuaja dhe telazhet, mangësitë e tuaja ti rikujton dhe thotë tu bë sabër, këtu ki kujdes, këtu mos bë sabër, vazhdo. Pejgamberi alayhis salam vetë ka këshilluar sahabët e tij. I ka këshilluar pejgamberi jon sallallahu rabbi wa salamu alayhi. Dhe ka këshilluar për me bë sabër. Ka shumë raste kur Omer radiallahu anhu, sikur se ka ora njeriu në xhamit pejgamberit dhe ka urinu, e kanë nxjerrë Omeri shpatën me dal me vramë ne. Ka pejgamberi sa bë sabër, e ka këshilluar me ne nalo. Dhe po thot pejgamberi në hadithin te Imam Muslimi, po unsur e haqe dhalimen o madhluma. Këshillohet dili krah vllau ton kur ky i bën dikuj zullum, po edhe këtij kur i bëhet zullum. Dilin krah. Kur bëhet zullum qysh, ka për krahët e mos bëhet zullum se është gjuna, bë sabër nalo. Dhe nëse i bëhet zullum atë dilin krah, mbroj atë. Doktor, është ka që rëndësishme pra njeriu se ka krah në jetën e tij për ta cytur ose për ta përmbajtur në momente të caktuar. Po realisht po e ripotencoj veten që durimi rrjedh frekuenca e durimit, edhe përmbajtja dhe kualiteti i durimit rrjedh si kualiteti i botkuptimeve tua, edhe bindjeve tua. Nëse ti ke arrit që përmes ngritjes së kapaciteteve tua intelektuale, besimeve dhe bindjeve, ke arrit me e kuptu që për te i teje është e rëndësishme dhe mirëqenia e tjerëve, është e rëndësishme mirëqenia e shoqërisë, atëherë ti ke me ndalu veten edhe aty ku ti dëmtohesh, mirë po është e rëndësishme mirëqenia e diçkaje që është më e madhe se ti, që është më e rëndësishme se ti, është habitati, është vendi ku do të rritesh ti dhe pasardhësit tu. Po nëse ti nuk e arrit me ngrit personalitetin tënd deri në atë nivel për të kuptuar këto, për i përgjigjesh vetëm nevojave tua instiktive dhe bazike, atëherë ti nuk do të kesh durim, po do të përgjigjesh me padurim karshis timujve të cilët kërkojnë që ti me realizu nevojat tua. Ne popujve ballkanik në një farë mënyrë
na i kanë atribuar ato gjakndësinë dhe ndoshta me këtë mos na i kanë atribuar dhe mosdurimi në një farë mënyrë, sepse besoj që kanë lidhje të dyja. Apo kjo është çështje temperamenti më tepër se sa çështje edukimi. Eksakt, ekziston një botkuptim i përgjithshëm që vendet ballkanike dhe shqiptarët përgjithsisht nuk janë të durueshëm. Po nëse e bëni një analizë të thukë të zhvillimeve historike dhe historiografike në vendin tonë, kupton diçka krejt tjetër. Edhe të qëndrosh me vite me luftë për një ideal të madh, dhe ky është durim. Të durash 500 vjet luftën, edhe të luftosh 500 vjet për ta ringrit veten, edhe për ta sjellë lirinë që është një ideal i madh, dhe ky është durim. Edhe neve në një mënyrë neve na është imponu mënyra e të reagumit jo nuk po them dhënshëm, po të reagumit në mënyrë konfliktuoze për ta mbrojtur veten edhe për të mbrojtur idealet që janë më të mëdha se na. Po, unë desha dalë ke diçka tjetër që ka të bëjë me në bazë klimaterike, po themi në bazë gjeografike, në bazë pozitash të tilla. Në bazë të dhënave. Je shkenca këto? Në bazë të dhënave të evidentuara. Fjala vjen, nordiku është më durimtar, ky nuk është. Po e kuptoj. Duke patur për referencë vetëm aspekte klimaterike dhe gjeografike, jo aspekte të tjera. Po kuptoj esencën. Në bazë të shkencës deri ku kam rrit sot evidenca e bazuar shkencore, bazuar në hulumtime të mirëfillta shkencore në kontekstin psikologjik, kuptojmë që qenia njerëzore përgjithsisht është e njëjtë. Edhe nevojat tona të përgjithshme psikologjike dhe konstruktet e personalitetit përgjithsisht janë të njëjta. Mirë po, psikologjia moderne bazuar në evidencë shkencore nuk e mohon faktin se rrethonat sociokulturore mund të ndikojnë në shpërfaqjen e personalitetit dhe veçanërisht të personalitetit kolektiv. Edhe rrethonat historike dhe klimaterike në cilat ka jetuar populli jonë në disa fise si fise të organizume në vende malore, vështirë të jetueshme, është dashur patjetër me kriju një personalitet të fortë, një personalitet kanjëherë edhe reagues, edhe impulsiv në mënyrë që me mbrojt veten, edhe në këtë mënyrë na jemi formuar si popull pak më impulsiv. Po ja për shembull rrethanat tona, trendi social i zhvillimeve është pak aq i jeshëm sa nuk e bën një klim të favorshme që individi të ketë durim dhe të duhet një vetdije shumë e madhe, një personalitet shumë i madh që në një farë mënyrë të rezistosh. Edhe unë po marr atë rastin më vulgar në mënyrë që është çështja e trafikut. Ne jemi jo durimtar në trafik. Borit përmendi Hoxha, e kupton? Ato në një farë mënyrë që nxjerrim nga goja kundrejt tjetrit që është Është një ligj i psikologjisë sociale i cili thotë se grupi kur është në rrethana që rrezikohet, atëherë rrit kohezionin e vet. Edhe na si grup, etnia jonë shqiptare, si grup kopaskoj, kem qenë të rrezikuar prej popujve që na kanë rrethuar dhe na është dashur me rrit kohezionin ton. Edhe kjo rritje e kohezionit ka qenë në një formë mbyllje karshi kulturave edhe karshi formave tjera të botkuptimit. Edhe tashti po kalojmë në një fazë tranzicionit ku ne jemi hap. Ne jemi të hapun, edhe nuk e di fatmirësisht apo fatkeqësisht jetojmë në një udhkryq në mes të linjës së perëndimit, jetojmë në mes të dy fuqive të mëdha ekonomike, kulturore, madje edhe ushtarake, dhe këto nëpër neve kalojnë të gjitha format e kulturave. Le pasojë në një farë mënyrë edhe në trendin social. Njëkohësisht, po në këtë trend kemi dhe një lloj prirje drejt hedonizmit, pra drejt një stili jetese që ka të bëjë me kënaqësinë e pakushtëzuar nga aspekti etik. Është dhe kjo në një farë mënyrë një... Jo, kjo unë e konsideroj se në kontekst social kjo ka ardhur vetëm si rezultat i periudhës së tranzicionit. Pasi se të kaloj periudha tranzicionit, do të kthehemi edhe na të rishikojmë veten. Pra do t'i vendosim do jemi me këmbë në tokë. Nuk është i rastishëm ky rikthimi i rinis nëpër xhamijat, rimbushja e xhamijave me rini edhe rimbushja edhe gjitha tjerave tempuj fetar është një lloj rikërkimi i vetës, një lloj rikërkimi i vetës shpirtërore, një lloj ristabilizimi i vetës, sepse periudha tranzitore jashtëzakonisht na ka shkaktuar një lloj dualiteti, atë realitetit të kulturave që na ka destabilizuar pak në kontekstin e psikologjisë sociale. Mirë, po momentalisht tash po kalojmë në periudhë të rehabilitimit. Mirë, është e vërtetë që pothuajse çdo ligjërim fetar e ka brenda vetës fjalën durim. Me gjellarët spari gjemati... Pavarësisht tematikave, ende pa hi gjematin xhamia i hen për me bë sabër me ndëgju hoxhen. Është sabër, në fillim xhamis. Dhe Kurani është i mbësht me ajetet Kuranit për sabrin dhe hadithet e pejgamberit alisam dhe imamet e për xhamia shumicën e këshillav, ligjërat aty i kanë që një pjesë preket edhe sabri, durimi, që gjemati, populli,
familjet, individi, shoqëria, t'jenë sabërgjan. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, dietarët e popullit tem, ummetit Muhamedit alayhis salam, janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Ti je ambasador i pejgamberit, je këshilltar, je zaventësues i pejgamberit në tu. Njerëzit po ta pranojnë më fal mrapa teje, po ta pranojnë namazin. E si mos ta marrin këshillën tonë? Një shumë e madhe është ajo namazi, po ta lën mrapa në qafë tonë, ti si imam po thua Allahu Akbar dhe mrapa ti ki sa e sa xhamat, edhe këshillën tonë e merr pa kurfar problemi. Dhe shohim që aty ku hoxhallarët kanë ndikim, dhe ndikim kanë popull Kosovë, se ne jemi të Kosovës, ne jemi të popullit dhe ne jemi një. Hoxha dhe populli është një. Një shpirt, një gjak, një gjuhë, një trup. Dhe si mos të ngon hoxhen, pa tjetër se do të ndëgjon hoxhen dhe do të praktikon ata që e thot hoxha, për arsyet vetëm që nuk kam kurfar interesi nëse unë ty të këshilloj drejt. Nëse unë kam qef ty, familjen tane, vllatë tu, dhe pasurinë tane mos me pa degenerume dhe të shkatrume, ti po e din që unë nuk kam interes pse unë ty po të këshilloj. Pse unë ty të thëm bë sabër, e kam për qëllim me bë durim që familja jote mos më shkatru, pasuria jote mos me humb, fëmia e tu mos më degeneru, ti mos me përfundu në burg, bë sabër. Për shkak se ne shohmi në për të lashet e njerëzve, asnjë gjë nuk vjen deri te vrasja ose deri te burgu, vetëm se fjala edhe nervoza, inati, e kundërta e sabrit. Dhe njeriu kur shkon në burg, na ka që ne me bisedu me ta shumë dhe psikologët gjithsesi, kemi pyet pse ka ndodhur kjo. Thot Hoxha Efendi, një fjalë goje ndoshta. Hoxha Efendi thot në atë moment nuk kam gjetë rrugë zgjidhje ose rrugë dalje, kurse tashti që po mendoj 100 rrugë i kisha pas. Sikur të isha kanë kështu, kur nuk isha ardhur deri te problemi me vra dikon, me lan një gru pa burr, me lan fëmijët pa bab, me lan një nan pa evlat, me lan me shuni familje, po tash po e di. E kush është shkaktar? Sabri, durimi. Sikur të kishe pas sabrin në fillim, nuk ishte me qenë ti me ardhë në burg dhe ai në varr. Po? Në këtë pikë, konsideroj se kryesisht veprat kriminale, veprat e dhënshme kryen në këtë gjendjen që hoxha e përmendë, në kontekstin shkencor që quhet gjendja e afektit mendor, kur personaliteti projekton një lloj kollapsi dhe ai vërsulet në mbrojtje të vetes pa i rishikuar rrethonat e tjera. Edhe kjo ndodh si rezultat, unë e konsideroj me se punoj se shumë vite në këtë fushë me kriminalistikën, konsideroj se kjo rrjedh si rezultat i papërgatitjes së vetës edhe papërgatitjes së gjitha konstelacioneve tjera psikologjike në përballim të rrethonave që vijnë. Edhe në një moment personaliteti i papërgatitur për më përballu me këto, risulet në mënyrë agresive edhe jashtëzakonisht naive në kuptimin e mirëfillt të fjalës, naive dhe bazike për ta mbrojtur veten. Kur njeriu e pasuron veten me virtyte të larta njerëzore, e pasuron veten me virtyte të larta të kuptimit të botës, të gjithçkaje, të Zotit, të gjithçkaje rreth tij, ai e ngrit veten në nivel më të lartë ku madje i ngrit kapacitetet për vetfrenim në rastet kur rrezikohet vetja e tij. Madje ai mund të shkojë edhe deri në një pikë që ai mund ta rrezikojë veten edhe ta shujë veten vetëm në mbrojtje të idealeve të larta ose të idealeve për mbrojtjen e njerëzimit edhe vlerave të mirëfillta. Dhe për ta përfunduar, a është, hoxhë nderuar, edukimi fetar një investitor i fuqishëm në kalitjen e durimit si virtyt bazë për sjellje njerëzore? Unë mendoj që patjetër që edukimi fetar është ai i cili e përgatit individin, familjen, shoqërinë dhe shtetin, përgjithësi popullin. Mirë po, pa e lënë anash, do të thonë së bashku me psikologët, me mjekët, me shkencën, me gjitha këto atribute tjera që janë, mos me nda vetëm fen. Mos e thojmë vetëm feja është ajo e cila e kujdeset për popullin. Feja me të tjerët me fen. Zbashku, nëse atëherë jemi zbashku, edhe psikologu, edhe hoxha, edhe doktori, edhe prifti, edhe polici, edhe mësuesi, edhe profesori, edhe të gjithë, nëse bëhemi të gjithë unitet një vend, atëherë nuk kish me pas njerëz të cilët kanë me bë telashe të mëdha, po kish me bë durim. Mirë po, sa që po e shefëm na që hoxhallarët pak i kanë qitë pak anash, duke thënë hoxha vetëm xhami. Nuk është hoxha vetëm xhami. Hoxha e kin në shtëpi, në xhami, në rrugë, hoxha është. Ai është i popullit dhe populli është i hoxhës dhe nuk mund e ndon. Feja e lun rolin kryesor për edukimin e njeriut, edukimin e rinis, edukimin
që njerëzit mos me bë telashe, probleme, ragja, sende që ne si popull, si në Kosovë, ashtu në Shqipërinë, Maqedoninë, në gjithë anë, ne jemi një gjak, jemi një trup, kemi një mendim, se jemi shqiptare, kemi një gjuhë. Ani pse fetë neve në ndryshojnë, atër cilën fe e kia me atë po na. Dhe nuk jemi na kundër feve, po na jemi kundër gjanave të këqija të cilat ndodhin dhe jap shtetin fesë, pa qenë hiç feja ato. Dhe unë mendoj që njerëzit duhet mu afru afër fesë. Nuk lejohet në njeri me jetu pa fe. Për shkak se 99.9% në botë jenë me fe. Edhe për të bërë durimtar. Edhe për të bërë durimtar do të me qenë me fe. Mirë. E unë e lu Zotin të Xhelal që t'jem prej atyne që Zotin na dënë dhe jem durimtar, jo vetëm ne, po në përgjithësi shqiptarët anë e mban botë që jem durimtar. Mirë. Të falenderoj Hoxh Bear Mikiqi. Të falenderoj psikologu klinik Granit Shatri për shtjellimet dhe sqarimet tuaja në temën. Zoti është me durimtarët, a jemi ne nga ata. Në mos qofshim, Zoti na bëf për tyre, miru takofshim në ne kapituar. Faleminderit.